Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar në fakt ngjarjet më të fundit që po ndodhin në Vlorë me shitjen të një zone jashtëzakonisht të vlefshme për Vlorën, që ka ndodhur nga kryeministri, edhe pse në fakt kryeministri Rama nuk pranon një gjë të tillë, domethënë që ka bërë një shitje të një territorit të vlefshëm, një territor që në historinë e saj tregon që është marrur me gjak, me thënë është luftuar për të marrur ky territor. Shqiptarët kanë arritur që ta kenë, por politikat e ditëve të sotme kanë bërë një veprim që realisht nuk është për të pëlqyer dhe nuk është për të duar trokitur, sepse nëse dëshiron një shtetit t'i bësh një krim, është shitja territorin e tij. Ka patur reagime që nuk ka patur mbështetje nga ana e artistëve shqiptar për këtë ngjarje. Në Instagramin e tij ka reaguar zyrtarisht Luiz Eli, i cili ka thënë: "Nuk kam asgjë kundër atyre që reagojnë për Zvernicën. Madje shumë mirë thot bëjnë që po reagojnë. Kam diçka kundër atyre që reagojnë vetëm për Zvernicën. Ajo që më bën përshtypje është se në Shqipëri reagimet nuk maten me të njëjtin standard. Banorët e Rojllit po përballen prej javësh me tensione dhe përplasje nga më të rëndat, dhe në këtë mes nuk ka asnjë lloj reagimi. Dhe kjo është realisht e vërtet. Do të thënë, banorët e Rojllit janë në një hall të madh. Më pas, ndodhi e njëjta gjë në Zvërnec, papritur filluan reagimet. Ku është ndryshimi mes Rojllit edhe Zvërnecit? Ose reagojmë për të gjithë, ose po përdorim standarde të dy fishta, që në këtë rast, do të thënë, standardi është i dy fishtë sepse këtu u bën nami më i madh. Kjo nuk ka të bëjë as me Zvërnicën, as me Rjollin, dhe as me mbështetjen e njërës palë kundër tjetrës. Ka të bëjë me një parim të thjeshtë. Nëse zgjedhim të flasim për çështje publike, duhet ta bëjmë me të njëjtën ndjeshmëri dhe me të njëjtin standard për të gjithë. Shqipëria nuk ndahet në çështje që meritojnë reagim dhe çështje që nuk e meritojnë. Parimet vlen vetëm kur mbron një lloj, pavarësisht vendit, emrit apo interesit. Në fakt, ky ishte reagimi që ka bërë në Instagramin e tij privat Luiz Eli, ndërkohë që për Zvërnicën ka reaguar, Zvërnecin, ka reaguar dhe fituesja e Big Brotherit Selim Pollati, e cila në fakt ka patur një, le të them, një bumerang në jetën e saj, sepse pikërisht padrejtisht ju mor edhe biznesi të jatit të Selinës në një nga këto zona bregdetare, që sot ai vuan dhe është larguar jashtë në Afrikë. Ngjajshëm ka reaguar dhe Mateo Bori, i cili dënon ashpër veprimin që ka ndodhur ditën e djeshme nga grupe të caktuara, të cilët kanë tërhequr zvar një nga protestuesit, ku duke qartë azi në video edhe që e godasin. Do me thënë, artistët shqiptar kanë filluar të reagojnë zëshëm për padrejtësinë që po u bëhet vendit të tyre. Unë nuk them që artistët nuk reagojnë, përkundrazi, zëri i artistëve është shumë i madh, por do me thënë, artistët unë e shoh që kapin bazat, çështjen konkrete për të reaguar.